Një numër partish të vogla janë duke bërë llogarit për numrin minimal të votave që u nevojiten për të nxjerrë mandate. Ky numër varet shumë nga pjesëmarrja dhe rrjedhimisht varion nga qarku në qark. Rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2021 japin një ide të përafërt. Teorikisht, 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë përfaqësojnë trupën politike e cila në zgjedhjet e 11 majit përbëhet nga 3.7 milion votues. Kjo është vetëm teorikisht, sepse një pjesë e konsiderueshme është në emigrim, shumë prej dekadash dhe rrjedhimisht janë pjesë e trupës politike vetëm nominalisht. Në zgjedhjet e vitit 2021, kur numri i votuesve në regjistrin civil ishte 3.59 milion vet, pjesëmarrja ishte 46% dhe mesatarisht afërsisht 12.000 votues nxorën një deputet, duke marrë parasysh se një pjesë e votave ishin të pavlefshme dhe një pjesë shkuan tek partitë e vogla dhe kandidatët e pavarur, të cilët nuk prodhuan mandate. Të katër partitë që morën mandate, morën mesatarisht 11.000 vota për mandat. Formula D'Hondt e mesatareve më të larta njihet se favorizon partinë më të madhe. Rrjedhimisht në rang kombëtar, Partia Socialiste fiton secili nga 74 mandatet e saj për çdo 10.400 vota. Partia Demokratike mori secili nga të 59 mandatet për afërsisht 10.600 vota, ndërsa Partia Socialdemokrate mori 3 mandate me mesatarisht 11.800 vota. Lëvizja Socialiste për Integrim, sot Partia e Lirisë, mori vetëm 4 mandate, edhe pse grumbulloi në rang kombëtar 108.000 vota, me një mesatare prej 27.000 votash për mandat. Numri i votave të nevojshme për mandat në secilin qark në zgjedhjet e 11 majit do të varet nga pjesëmarrja, e cila është diçka e paparashikueshme. Shqipëria pëson ndryshime të forta demografike çdo vit dhe censusi i vitit 2023 gjeti në Shqipëri afërsisht gjysmë milioni njerëz më pak se sa censusi i vitit 2011, gjë që sugjeron rënje vjetore të popullsisë banuese me rreth 40.000 vet dhe rënje vjetore të popullsisë votuese me rreth 30.000 vet. Kjo do të thotë se me zgjedhjeve të vitit 2021 dhe atyre të vitit 2025, rreth 120.000 votues mund të jenë larguar, por kjo është e pamundur të dihet me saktësi sepse ndonse është e sigurt se mes censit dhe censusit ka pasur rënje popullsie, ne nuk mund ta dimë nëse kjo rënje ka ndodhur në mënyrë të njëtrajtshme për gjatë të gjithë periudhës apo ka pasur vite kur rënja ka qenë më e fortë e vite të tjera kur ka qenë më e paktë. Në këto zgjedhje pjesëmarrja pritet të ndikohet edhe nga rreth 246.000 shqiptar të cilët janë regjistruar për të votuar me postë. Në rast se këta të gjithë do të votojnë, pjesëmarrja ka gjasa do të jetë më e lartë sesa në 2021 dhe rrjedhimisht numri i votave të nevojshme për të kapur mandatin e fundit do të jetë më i lartë. Formula D'Hondt pjeston numrin e votave që ka marrë secila parti, fillimisht me 1, pastaj me 2 e me radhë, derisa të mbarojnë mandatet për të ndarë. Partisë që i del herë si më i lartë nga pjesëtimi merr mandatin. Rrjedhimisht ajo që diskutohet dhe që është përcaktuese për rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve është i ashtu quajturi mandati i fundit. Ky është edhe mandati që praktikisht synohet nga të gjitha partitë e vogla, veçanërisht në Tiranë, shkruan Birn. Mandati i fundit është ndarë në secilin qark në varësi të pjesëmarrjes. Në zgjedhjet e vitit 2021, pjesëmarrja në Tiranë ishte veçanërisht e lartë, 53%, në krahasim me mesataren kombëtare që ishte 46%. Kjo do të thotë që mandati i fundit në Tiranë u fitua me 12.000 vota, ndërsa në Dibër mandati i fundit u fitua me 7.255 vota. Qarqet e tjera janë mes këtyre dy shifrave. Në Shkodër, Partia Socialdemokrate arriti të rrëmbejë 2 mandate me pak më shumë se sa 16.000 vota. Të dhënat e zgjedhjeve të vitit 2021 sugjerojnë se shumë mandate kyçe për mazhorancën u fituan fal votave të djegura, pra votave të fituara nga partitë e vogla, kryesisht LSI. Në qarqe Durrës e Berat, LSI humbi mandat për vetëm disa dhjetra vota. Rrjedhimisht ndarja e opozitës kryesore në 4 koalicione konkurrente, Berisha Meta, Sheja Ali Beaj, Partia Mundësia e Shehaj dhe Euroatlantikët e Bashkës, sugjeron se në shumë qarqe do të ketë shumë vota të cilat nuk do të arrijnë të prodhojnë mandat. Mandatet e humbura nga këto parti do të bien në prerjen e forcës politike që merr shumicën e thjeshtë në secilin qark.